Mandatin e mori sa ishte bileta 40 cent, megjithatë përparim Rama vendosi që prej një korrikut biletat e trafikut urban të bëhen 80 cent për një drejtim. E si duket grupit të asamblejstëve të lëvizjes vetëvendosje nuk ju pëlqyen këto ndryshime në çmimorën e re. Këta të fundit kanë dorëzuar padi në Gjykatën Supreme duke kërkuar anulimin e vendimit të kryetarit përparim Rama për rritjen e çmimit të biletave të transportit publik, si dhe pezullimin e menjëhershëm të zbatimit të tij deri në vendimin përfundimtar të gjykatës. Sipas tyre, vendimi është marrë në kundërshtim me legjislacionin në fuqi, pasi kompetencat për caktimin e tarifave i takon kuvendit komunal dhe jo kryetarit të komunës. Ata pretendojnë gjithashtu se vendimi krijon trajtim të pabarabartë për qytetarët përmes çmimeve të ndryshme për të njëjtin shërbim, varësisht nga mënyra e pagesës. Në anën tjetër, ky ka bërë diskriminim të qytetarëve, për arsye se ka caktuar për një qytetar bileta të ndryshme, ka 60 cent dhe 80 cent, duke kuptuar se ata që me kulit digjitale mosha prej 50 deri në 60 vjet nuk dinë me përdor ato, faktikisht ata me pagu 80 cent, që është mendoj edhe këtë një diskriminim. Asamblejistët e vetëvendosjes vlerësojnë se vendimi nuk është shoqëruar me arsyetimin e nevojshëm ligjor dhe se janë optimist se Gjykata Supreme do të marrë një vendim në favorin e tyre. Ne jemi shumë optimist që do të marrë vendim se ka bërë shkelje ligjore. Nuk guxon më marrë vendime ad hoc anë pse është kryetari i Prishtinës. Do të më kthyet në kuvendi komunal diskuton, merret aty vendime dhe shkojnë paraprakisht në ndërmarrjen trafiku urban, merret pëlqimet dhe shkojnë tutje. Vendimi përfundimtar tani pritet nga Gjykata Supreme, e cila do të përcaktojë nëse rritja e çmimit të biletave do të mbetet në fuqi apo do të pezullohet. Deri atëherë debati për ligjshmërinë e vendimit dhe ndikimin e tij tek qytetarët pritet të mbetet në qendër të vëmendjes.